është po aq i dashur Trumpi në Moskë si që ishte në fillim, apo kanë filluar të lëkunden, a thonë që... Për Moskën, Trumpi është varianti, kanë të qartë që është varianti më i mirë që mund të nxjerrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si president aktualisht për Rusinë në këtë momente, në këto rrethana. Çfarë do që të bëj Trumpi, do të jetë gjithmonë më mirë se sa do kishte bërë në një homolog demokrat e tjerë. Rusia e qartë që nuk ka interes të mbylli luftën në këtë moment, pasi është duke avancuar dhe është 3 kilometra tashmë nga rajoni i Dnjepropetrovskut. Pra aty po mbaron Donbasi dhe fillon Dnjepropetrovsku. Dhe kur Ukraina të marrë mend dhe të fillojë me të vërtet bisedimet për paqen, atëherë do të jetë në kushte akoma më të këqija se ç'është tashti. Prandaj kjo është një situatë dhe kur thoni që Trumpi po hap ato kanalet e ndihmave, në të vërtet Trumpi nuk ka dhënë shumë gjë, sepse 300 milion kur bëhet fjalë për miliarda nuk janë dhe aq shumë. Jo, nuk janë shumë, por nga bllokimi atyre që kishte dhënë Bideni, nga deklaratat shumë të forta për ngrirjen totale të çdo lloji ndihme etj, kjo është një shenjë, sepse kur dalin 300, po themi mbi banak, ne nuk e dim se sa miliona të janë në banak, apo Misha. Këta punojnë kështu, nuk punojnë vetëm këta tjerë su me mbi banak e poshtë banakut. Ai mund të japi 300 zyrtarisht. Po dhe poshtë banakut punojnë se politikanë janë. Po pra, po dhe po them. Edhe Trumpi e ka këtë, do me thënë, maninë e kamzhikut dhe të biskotos, do me thënë, njerë flet kështu, njerë flet ashtu.